Zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Hiseni nga koalicioni shqiptar që është pjesë e qeverisë vlen ka paralajmëruar se së shpejti edhe në pikën kufitare në Tabanac do të ketë kontrole të përbashkëta kufitare e njohur si One Stop Shop, respektivisht kanë paralajmëruar se edhe këtu do të përdoret metoda e njëjtë siç aktualisht përdoret me Republikën e Kosovës. Përmes një videoje nga Vlen thonë se pika kufitare në fjalë është e njohur për qarkullimin e madh, posaçërisht gjatë sezonit të verës. Kufiri i Tabanocit i njohur për qarkullimin e madh dhe posaçërisht gjatë sezonit veror, shumë shpejt do të jetë pjesë e sistemit modern dhe efikas One Stop. Një ndalesë, një kontroll, kalim i shpejt dhe i sigurt. Dhe ky sistem është veçanërisht i rëndësishëm për ju mërgjimtar, sepse çdo vit që ktheheni në vendlindje, hasni në pritje të gjata në kufi, të cilët shumë shpejt do t'i takojnë të shkuarës. Nga Vlen kujtojnë se vetëm disa javë më parë, ky sistem u vu në funksion edhe në kufirin me Kosovën në Blac dhe menjëherë u dhanë rezultatet e shkëlqyeshme dhe u ndalën pritje të gjata disa orëshe.